vitin që vetëvendosja ka bo video propaganduse me partitë opozitore, ku në ato video ka qenë edhe Lumir Abdigjiku, kanë qenë edhe biznesi në Kosovë, ato video në shpërndo, nuk ka pos reagim nga presidentja. Unë mënoj që o doshte pos reagim, për shkak se nëse ti i thu vetë që mbi polet, e ki mandat kushtetues me qëndru mbi polet, unë menoj që është dosht me reagu nëse nuk je pajtu me ato. Nëse je pajtu, ke shujt, jenë regull atër, pajto. Nuk je reagu për Gozin, s'ke reagu për Defenders 2023, nuk je reagu për videot propaganduse të vendosis, nuk je reagu për korupcion, për afera korruptive, nuk je reagu për punësimet të mdhoja që kanë qenë. Zoti Dembasaj, unë mendoj që prap është thjesht interpretim subjektiv edhe juji, edhe i profesorit, edhe i zotit Korçi, i rolit presidentes. Nëse e shihni rolin e presidentes Osmani në 5 vitën presidencë, realisht ka qenë me veprime konkrete, me qëndrimet e saj, me politikat e saj, një farloj antipodi qeverisë Kurti. Përderisa qeveria Kurti dhe vetë Kurti ka qenë izoluar nga bota dhe në konflikt me krejt botën, me aleatet tonë, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidenti Osmani përmes veprimeve konkrete politike, pa deklarata. Nashta ju keni dashur me pas deklarata e këtu mi komentu në studiot televizive. Por ja ka pas veprime politike të ndërtimit të aleancës me Amerikën. Kur zoti Kurti ka qenë në Davos, kur zoti Kurti ka qenë në Davos, në vend që të shkonte edhe duar trokiste antarësimin e Kosovës në bordin e paqes, janë dashur 24 orë për të mbështetur iniciativë të tillë, e madje i patështi deputet e partisë të vet me thonë po na vyni nën atje me qyr sa ka shpenzime antarësimi jon në bordin e paqes. Për cilën janë pajtuar edhe deputetë LDK-s. Jo, nuk janë pajtuar, nuk është e vërtetë. Komision, as pak e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Proces verbal, mos më shtemë të çit proces verbal. Sinqerisht, për shkak se unë e di shumë mirë që e keni pas